الحمد لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم. Vëllezër të dashur, ne ishim në hijen e surës së bekuar, suratul Araf, por sot huazuam këtë ajet madhështor nga surja e bekuar, suratus Saf, nga se me këtë ajet Isa alayhi salam lajmëroi Beni Israilet për ardhjen e pejgamberit të fundit sallallahu alaihi wasallam. Në Taurat e në Injil përmendeshte emri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si pejgamberi i fundit. Andaj Allahu Dhul Jalal na tregon se Isa alayhi salam e pat porosi nga Allahu Dhul Jalal që t'i lajmëron Beni Israilet, pra jehudët, se ai është vërtetues, ai e vërteton atë që ka zbrit nga Allahu Dhul Jalal, pra Taurati, nga se Taurati ishte libri i Musait alayhi salam, kurse i Isës alayhi salam Injili e i pejgamberit të fundit sallallahu alaihi wasallam është Kurani. Ande Allahu Dhul Jalal i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thot mbar njerëzis, por kujtoni kur Isa alayhi salam i u tha Beni Israilve inni rasulullahi ilejkum, unë jam i dërguar i Allahut tek ju. Nuk tha Isa alayhi salam unë jam i biri Zotit. Jo, s'ka bir Zoti, s'ka bi Zoti, lem yalid wa lem yulad. Kjo është akidja vërtet, besimi vërtet, i pastër në Allahun Dhul Jalal. Andaj, vet Isa alayhi salam dëshmon se është i dërguar i Allahut. Inni rasulullahi ilejkum musaddikan lima bejne jedeje minet Taurat, duke vërtetuar atë që kam para vetes, pra Tauratin që ju ka zbrit Beni Israilve në përmes të Musait alayhi salam. E pastaj wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu Ahmed, dhe ju jap miqde si hariq se pas meje do të vjen një pejgamber me emrin Ahmed. Pra Isa alayhi salam këtu dëshmon për 3 pejgamber. Dëshmon për pejgamberllëkun e Musait alayhi salam, për pejgamberllëkun e vetë të tij Rasulullahi ilejkum, dhe dëshmon për pejgamberllëkun e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum bil bayinati, por kur erdh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me argumente, me fakte, me mujize, mrekulli, se ajo është i dërguar i Allahut, ata thanë sihrun mubin.
edhe pse ishin të paralajmëruar nga Isa alayhi salam, edhe pse ishin të paralajmëruar nga Teurati se do të vjen ky pejgamber si vula e pejgamberve, ata dështuan dhe mohuan dhe than sihrun mubin. Kjo është një magji e qartë. Në vend të pejgamber, në vend mujize, në vend i dërguar i Allahut, than kjo është magji, si që kanë thonë shumë herë. Pra vëllezër të dashur, pse ne kemi zgjedh këtë ajet që ta prezantojmë para jush, nga se jemi në muajin e bekuar, në muajin e lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është lindur në muajin Rabiul Awwal. Sipas shumë variantave, edhe pse ka varianta tjera, por varianta më pranuar tek ulemat, tek dietarët, është se lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë në ditën e 12 të Rabiul Awwal, ditë e cila është e marta e ardhshme. Pra, dita tek ne fillon prej në mbrëmje. Në mbrëmjen e ditës së hanë, mbaron dita e hanë, fillon dita e martë. Ta dim ne, tek ne nuk fillon dita në 12 natës. Kjo në 12 natës ka të bëjë me tjere. Kurse në Islam, dita fillon prej në mbrëmjen e ditës që vjen. Pra, nata e martë është nata në të cilën është lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa varianta flasin se në mëngjes herët, por sidoqoftë, ditëlindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është 12 Rabiul Awwal. Andaj, kur Isa alayhi salam lajmëron Beni Israilet për ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë pse musliman të mos e përkujtojnë ditëlindjen e tij? Ne ditëlindjen e pejgamberit nuk e llogaritim si fest, si bajram, nga se bajramat i kemi të ditur. Ne kemi 2 bajrame, Fitr bajram dhe Kurban bajram. E këto ditë të tjera, këto ndodhi të tjera, këto raste të tjera janë për t'i përkujtu. E nëse ne nuk e përkujtojmë, nuk e lexojmë, nuk e shpjegojmë lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e nëse ne nuk gëzohemi për ditëlindjen e tij, nga se ditëlindja e tij nuk është e thjeshtë sikur ditëlindjet e të tjerëve, o vëllezër të dashur. Ditëlindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do me thonë ditëlindja e lirisë, ditëlindja e besimit të vërtetë, ditëlindja e mëshirës nga Allahu dhul Gjalal, të cilin e ka dërguar rahmeten lil alemin. Andaj, Allahu dhul Gjalal në Kur'an thot: Kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi falyafrahu. Thuaju, me dhuntinë e Allahut dhe me mëshirën e tij le të gëzohen musliman nga mëshira e Allahut, e cila është mëshira e Allahut më e madhe pos dërgimit të pejgamberit si mëshirë e mbar njerëzisë. Pra duhet të gëzohem, duhet t'ju shpjegojmë fëmijëve tanë, duhet t'ja kujtojmë fëmijëve tanë se në këtë ditë është lind i dashmi Zotit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mëshira e mbar njerëzisë, mëshira e mbar gjithësisë. Allahu dhul Gjalal nuk thot ve ma arsalnaka illa rahmeten lil mu'minin, nuk thot të kam dërguar mëshirë për besimtarët, por mëshirë për mbar gjithësinë, për mbar gjallësat. Janë gëzu të gjithë gjallësat me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Ka qenë mëshirë pos njerëzive. Mëshira e tij është dëshmuar edhe ndaj kafshëve. Mëshira e tij është dëshmuar edhe ndaj shpendëve. Mëshira e tij është dëshmuar ndaj çdo gjallëse. Andaj, njoni kishë marrë thikën edhe ja kishë vu deles këmbën mbi qafë,
edhe mprefte thikën, e bonte gati për ta pre delën. Ndërhyri mëshira Allahut, ndërhyri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: o njeri, mprehe thikën duke mos të pa delja, ajo të shiqon ty ti e mpreh thikën, gjunah është. Subhanallah, mëshirohet delën që do në të therish. Subhanallah. E pa një shpend duke fluturuar me shpejtësi silleshte, tha çfarë mund të kese kjo? Tha ja Rasulullah, njoni e ka marrë zogun e saj, e ka zonë dhe e mban. Shpendi ngan dhe sillet dhe pështillet se ja ka marrë fëmin. I tha njeriu të lëshoja, tha fëmin, si kur ti që ke fëmi e don edhe ajo e don fëmin e vetë. Subhanallah, e ka mëshiruar edhe shpendin dhe e ka ndaluar rrepsisht dhe ka thonë: mos digjni gjallës. Me zjarm mos e digjni një gjallës, asnjë. Madje dhe çato shihni kur i ndezin hambullat të korrat, pasi i korrin i ndezin, gabim trashanik. Sa insekte digjen atje, që ne kemi të ndaluar që të djegim qoftë edhe insekt. Subhanallah, kjo është pra rahmeten lil alamin. Me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është lind mëshira, është lind rahmeti, është lind dashuria, është lind morali, është lind shpëtimi i njerëzisë, udhëzimi i njerëzisë. Andaj Allahu dhul xhelal thot: gëzohen besimtarët me mëshirën e Allahut. Pra gëzohen muslimanët me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për kujtim, ne flasim për kujtim të lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk themi se ka ndonjë ibadet të veçantë, nuk ka ndonjë namaz të veçantë të falim se është lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por ka agjërim të veçantë. Cili është ajo? Dita e hanë. E ka agjëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rregullisht, e dini, ka agjëru 2 ditë në javët, ditën e enjte dhe ditën e hanë. I kanë thonë: ja Rasulullah, përse agjëron çdo herë të hanën? Tha se kjo është dita në të cilën jam lind. Subhanallah, pejgamberi e ka përkujtu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përkujtu ditëlindjen e vet me adhurim, me ibadet, pra me agjërim. Por nuk ka falë ndonjë namaz të veçantë. E ka përkujtu ditëlindjen me agjërim. Ka thonë: në këtë ditë jam lind dhe në këtë ditë më ka fillu shpallja, pra zbritja e Kur'anit, dhe më ka lajmëru Gjibrili se edhe vdekja ime do t'jetë ditën e hanë. Shif sa i kujdesshëm. Nuk ka thonë edhe të hanën do të ndrojet, si kur e ka ditë, jo, tha, Gjibrili më ka lajmëru. Shumë i kujdesshëm, shumë preciz. Subhanallah, i ka ruajt muslimant dhe ja u ka ruajt imanin dhe besimin dhe akiden, dhe nuk ka dish që të ngatrohet besimi i muslimanve me diçka që s'është e vërtet. Ju e dini rastin, kur i ka ndru jetë djali i fundit Ibrahimi, i cili kishte vetëm 18 muaj, dhe ishte i fundit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si prind, si njeri, u mërzit shumë. Në atë ditë ndodhi marrja e diellit, u mor dielli atë ditë. Ditën që ndroi jetë Ibrahimi, i biri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u mor dielli. Fillon njerëzit me thonë: subhanallah, për vdekjen e Ibrahimit, për ato që ka ndru jetë djali pejgamberit, edhe dielli është marë. A ban kjo? Jo, nuk ban. I të boj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabet: o Bilal, tha, thirrë ezanin. Bilali e thirrë ezanin, e kishte zakon pejgamberi, kur kishte diçka të rëndësishme, Bilal thirrë ezanin. Bilali thirrë ezanin, pejgamberi hinë në xhami dhe ju drejtohet sahabëve me këto fjalë: o njerëz, o musliman, dielli dhe hana janë krijesa dhe shenja të Allahut. Dielli dhe hana mund të miren kur don Allahu me urdhrin e tij, por
nuk ka të bëj marrja e diellit me vdekjen e gjallit tim. Mos i përzini gjërat. Pastrimi i akides ka mujt me lënë çashtu, por nuk ka leju që të njulloset akidja e besimtarit me bestytni. Ata që ka thanë, është marrë dielli pse ka ndru jetë gjalli pejgamberit. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Jo, marrja e diellit është punë e Zotit. Nuk ka të bëjë me vdekjen e gjallit tim. A e keni pa ju në përdarsma edhe mo e përdorim në shqiptarët? A e keni pa? Po ekziston edhe mo bestitni që mund të mri deri te e keqe, te e kufrit. Po e kemi ne me shaka. E cila është ajo? Ke koha shumë e mirë, gje, a mosot u prish. Po u prish se filani bandarsën. Kështu thoj njerëzit, subhanallah. Koha shumë e mirë sot. Po e dini kush bandarsëm sot? Aman be. Darsme e dikujt pas ka rol në kohën e cila është në dorë të Zotit. Jo, nuk ban me umarë me kësi gjëra. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërhyri me njëherë. Pra vëllezër të dashur, lindja e tij nuk është e thjeshtë. Andaj, për ta spjegu, për ta përkujtu ditëlindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kemi të duhur që të mos harrojmë. E nëse ne nuk e përkujtojmë kur bash është lindja e tij, atëherë kur na bjen rendi. Allahu dhul Jalal i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Wa naqussu alayka min anba'i rusuli likay nuthabbita bihi fuadak." Ne të tregojmë ty historinë e pejgamberëve. Sa historitë e pejgamberëve ka në Kur'an që i ka regjistruar Allahu dhul Jalal. Ata zonë një bukur, një vend të konsiderueshëm në Kur'an, historia Ademit alayhis salam, e Nuhit e kështu me radhë. E përse? Allahu dhul Jalal thot ne të shpjegojmë mbi historinë e pejgamberëve, linuthabbita bihi fuadak, që ta kënaqim dhe ta forcojmë zemrën tënde kur i ndëgjon ti ato ndodhi, se çka kanë popujt me pejgamberët e tyre. E forcojmë zemrën tënde, se nuk je vetëm ti që vuan, nuk je vetëm ti që anashkalohesh nga mushrikët e Mekës, nga jehudët e kështu me radhë, po kjo ka qenë traditë e popujve të mëparshëm, dhe kështu e kanë përvuajtur pejgamberët para teje, mos u bë merak. E sidomos vëllezër të dashur, Allahu dhul Jalal pasi ka ndru jetë Ebu Talibi dhe Hatija radiallahu anha, dhe pasi pejgamberi ka shku në Taif dhe është keq trajtu, është prit shumë keq, Allahu dhul Jalal ja ka zbrit surën Jusuf. Mbani mend, lexoni surën Jusuf, është mrekulli e madhe. Në surën Jusuf i tregon Allahu dhul Jalal se nga xhelozia vllaznit e tij e hudhën në bunar, por Allahu e nxorri. Prej bunarit arriti në pallatin e kryeministrit. U ngrit nga bunari në pallat. Prej pallatit të kryeministrit ra në burg. Çfarë ndryshimi? Nga burgu u kthi ministri i financave. Do më thonë këto zbaticat e jetës së Jusufit alayhis salam japin me kuptu mëshirën e Allahut. Andaj, kur e lexon njeriu historinë e Jusufit alayhis salam, kënaqet dhe bindet në mëshirën e Allahut dhul Jalal. E bashkë këtë sure, Allahu dhul Jalal ja ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ato momente shumë të vështira, që ta inkurajon, ta forcon. Andaj thot ne të shpjegojmë ti historinë e pejgamberëve, që të forcojmë ti, të bindesh ti se ardhmëria dhe suksesi është i yti pas durimit që të ka dhënë Zoti. Andaj vëllezër të dashur, për kujtimi i ditëlindjes së pejgamberit është shumë i këndshëm. Për kujtimi, leximi mbi biografinë e pejgamberit,
sallallahu alaihi wasallam. Natën e lindjes, kjo është lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aminja ka pa çudira. Çudira ka pa. Aminja ka spjegu se është paraqit një dritë që i ka pa edhe pallatet në Sham. Prej Medinës në Sham ka 1000 kilometër. Ka një variant se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lindur në sejdë. Është emërtuar me emrin më të bukur Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam quhet Muhammed dhe Ahmed. Në librat e mëparshëm Ahmed. Ahmed do të thot më lavdrusi dhe më falenderusi që falenderon Allah. Kurse Muhammed sallallahu alaihi wasallam do të thot njeriu i lavdruar nga shumë musliman, madje i lavdruar edhe në gojat e disa që nuk besojnë, megjithato pejgamberin e lavdrojnë. Pejgamberin si personalitet e lavdrojnë edhe ata që nuk e besojnë, saqë Amerikani ka shkruajtur në libër ku i ka regjistruar 100 burra që si harron historia, numër 1 e ka vendos pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Juristi nga Austria në një simpozium juridik për të drejtat e njerëzive, në fund ka thonë: të drejtat e njerëzive janë shpjeguar në Kur'an dhe i ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më mirë se çdo kush tjetër. Dhe ka thonë: do të isha i lumtur, njeri shkencës, i dijes, por jo musliman. Ka thonë: do të isha i lumtur, unë të isha një gjysore Muhammed, të isha në vend Muhammedit, një gjysore. E ju muslimant që e keni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në zemrat e juaja, e keni në gjuhët e juaja, e përmendni, çoni salavat, e lavdroni kështu me radhë, pra jeni fatlum, jeni të privilegjuar o musliman, që Allahu ju ka udhëzuar që ta pranoni si pejgamber të vërtet, të dërguarin e fundit, vullën e pejgamberve sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: unë kam edhe një emën El-Mahi. El-Mahi që ka pasru kufrin. Në Gjeziratul Arabia kufri ka shku, shirku, është duk. Pastaj ka thonë El-Hashir. Kam një emën Hashir. Çka do të thot? I pari që do të ngrihet nga varri. I pari që do të ngrihet nga varri, Yaumul Ba'th, ditën e ringjalljes, është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E përse i pari do të ngrihet? Subhanallah. Allahu Dhul Jalal është i mëshirshëm. Mëshira e tij është e paskajshme. Do të ngrihet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që kur të ngrihet umeti i tij nga varri, ta shef pejgamberin dhe të kënaqet. Pejgamberin e kemi. Pasi e kemi pejgamberin, mirë do të jetë puna. Miqde. Pastaj ka thonë El-Akib. Kam një emër Akib, që do të thot i fundit, vula. Vula e pejgamberit. Emra të bukur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një emër që nuk është përmend as në Kur'an, as në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo vlen për ata që thonë se ka thonë pejgamberi, që pejgamberi e përmendi emrin Mustafa, jo se përmendi. I kam 5 emna: Ahmed, Muhammed, El-Mahi, El-Hashir, El-Akib. Ku është Mustafa? E kush e ka quajtur Mustafa? E kanë quajtur dietarët, ulemat, kanë thonë Mustafa. Çka do të thotë Mustafa? I zgjedhuri. E po është i zgjedhur. Si mos ishte edhe ai i zgjedhur, kush do të ishte? Më i zgjedhuri i të zgjedhurve është pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju e dini se mbi gjithë krijesat, pos melekëve, si krijesë më e zgjedhur është njeriu. Në mesin e njerëzive, Allahu Dhul Jalal ka zgjedh 124.000 pejgamber të zgjedhur.
Në mesin atyre 124.000 ka zgjedh 5 quhen ulul azmi, më të mëdhejt. Nuhu, Ibrahimi, Musa, Isa dhe pejgamberi alayhimus salatu wassalam. 5. E në mesin e shtinet 5-ve, njoni i zgjedhur në mesin e tyre është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, i zgjedhuri i të zgjedhurve, El Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jemi të privilegjuar, elhamdulillah, që Allahu na ka udhëzuar në këtë din, e ta kemi pejgamberin e fundit pejgamber, neve na ka zgjedh Allahu dhul xhelal. Të gjithë atyre umeteve ju ka dërgu pejgamber. Të gjithë umeteve ju ka dërgu pejgamber. Por këti umeti, kush janë ata? Ti, unë dhe këti umeti, ja ka ruajt pejgamberin më të mirë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra jemi të privilegjuar, edhe këto fjalë hyrëse mbi ditëlindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në hijen e këtij ajeti madhështor, por ja vlen që edhe në hutbet tjetër të ardhshme t'ja kushtojmë në pika të shkurta personalitetit të zgjedhurit, mbi të gjithë të zgjedhurit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne lutim Allahun dhul xhelal, o Zot, pasi jemi lindë musliman, që do të thot musliman, kemi besu Allahun një, Zot të pashoq, kemi besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam hak pejgamber. Pra jemi lindur musliman, të mundohemi të kalojmë jetën tonë si musliman, dhe Allahu të na mundson që t'ja dorëzojmë shpirtin Allahu dhul xhelal me fjalën La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Lusim Allahun dhul xhelal rinin tonë në islam ta forcon. Pleshve tonë t'u jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot. Të varfërit tonë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tonë t'i shëron, të burgosurit tonë të pafajshëm t'i liron. Mbar muslimanve në rruzëllën toksor Allahu t'ju ndihmon. E sidomos vëllezrit dhe motrat, plesh dhe fëmijë dhe të sëmurët, që keq trajtohen, vazhdon të bombardohen në Palestinë, Allahu atyre ju ndihmoft, jehudet me zvete i shkatroft. Lusim Allahun dhul xhelal, neve dhe familjet tona dhe mbar musliman, nga çdo vështirësi, nga çdo fatkeqësi, nga çdo telashe, e kësaj bote dhe të ahiretit, Allahu të na mbron, nga azapi i xhehenemit të na largon, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Ela in ahsana al-kalami wa ablaga an-nizam كلام الله الملك القادر العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.